jep dyqysh gjallërim, jetë edhe buzëqeshje, po në vogël adin zonë qatë personi. Për mua është shumë ndjesi e mirë me pas kontakt me lule, se vi me atë energjinë shumë të mirë në punë, edhe kur t'i shoh njerëzit që po vinë me ble lule, është një gëzim shumë i madh për mua. Interesimi është kogja i madh, ka lloj-lloj mosha që vinë edhe bojnë dhurata ndryshme njëri me tjetrin. Lula do të thotë jep dyqysh gjallërim, jetë edhe buzëqeshje. Kështu që në raste ka raste ditëlindjes, raste të fejesës, të martesës, dhurojnë lule, blejnë lule dhe moshat e vjetra, zakonisht i bojnë nipa, mbesa, zakonisht i marrin më shumë edhe për shtëpi. Bojna lule në vazë, bojna dekorime për zyre, për në shtëpi, për dasma e gjitha këto. Një lule ti mundesh me bo një person me buzëqesh, me jep lumturi atij personit, ka njerëz që blejnë non-stop lule për me pa dikon të buzëqeshur. Muj me thonë që ma shumë vajzat bojnë dhurata, bojnë buqeta me lule që i dërgojnë njëna tjetrës, shoqës, nanës, tezës, mesës. Normalisht që ma shumë në qef të dhurojnë djemt, buqeta me lule, dhurata ndryshme.